Megjithatë, në Shqipëri ka një lloj debati të ethshëm që është ngritur për rishikimin e historisë, raportin me ngjarjen, për vlerësimin e figurave që kanë shënjuar 100 vjet historitë të shtetit shqiptar. Si ju ngjan ky debat? A është i shëndetshëm? Jo, unë për këtë këtu ka unë jam për debatin për rishikimin e historisë. Por e keqja jonë është që ky debat është politizuar në funksion të manipulimit të njerëzve dhe jo rishikimi i historisë për të kuptuar më mirë se si kemi qenë. Për shembull, flasim për 1912-ën, Ismail Qemalin, figura të tjera, apo jo. E kemi përfytyrimin si në kohën e Enver Hoxhës me që doli atje Flamur, tha Skënderbeu, tha në 44-ën, 444-ën, tash unë po e ngre këtu Flamurin. Për herë të dytë. Për dytë, si kur shteti shqiptar vazhdon historinë e vetë që nga Skënderbeu e këtej, që janë pralla në kuptimin e historisë, kupton, janë mitologji. Tani, unë mendoj që edhe komunizmi i ka përdorur shumë, duke glorifikuar kombin për atë dheun, ka bërë aq krime, i vriste njerëzit që kalonin kufirin, thonin tradhti ndaj atë dheut, i dënonte edhe me vdekje, apo jo? Pra, gjithë kjo histori që është manipuluar, që ka lartë trut e njerëzve, shplar trut e njerëzve, patyshim që duhet rishikuar, duhet parë me gjithë ato personazhe që janë harruar dhe personazhe që janë glorifikuar së tepër, personazhe që duhen parë si njerëz dhe jo si shenjtar dhe si profet të një feje. Në raport me shtetin, me pushtetin, me... Që të mësojmë edhe pse jemi këtu, për shembull në 1912-ën, po ta shikosh me holl, kupton ti, ka shumë rëndësi fakti që shqiptarët ishin të përçarë me ambicet e tyre këtej andej që pati ato vonesat e dura që